por vendi më i lakmuar në Republikën tonë del të jetë pozita që bën alokimin e rasteve. E kjo është kryeprokurori i shtetit. Ishte viti 2023. Në atë kohë, Bleri Misufaj ishte zgjedhur nga Këshilli Prokurorial i Kosovës për të drejtuar prokurorinë e shtetit. Por kryeministri Albin Kurti kundërshtonte publikisht emërimin e tij. Kurti akuzonte Isufajin për mënyrën se si kishte trajtuar raste të ndryshme gjatë kohës si prokuror dhe thoshte se nuk do ta lejonte të bëjë kryeprokuror i shtetit. Vidore vlerësohet apo evidentohet në gjitha ato të dhëna dhe po ashtu synoj që të zgjerohen kapacitetet. 4 vjet më vonë, në krye të prokurorisë së shtetit, erdhi një tjetër prokuror, Zejnullah Gashi. Por kësaj here nuk pati kundërshtime, nuk pati përplasje publike. Brenda vetëm një dite, Gashi u dekretua në krye të prokurorisë së shtetit nga ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu. Kjo pavarësisht paraqitjes së tij në intervistën për kryeprokuror. Por më skandaloze është ajo që shihet pas karrierës së tij si prokuror. Paparazzi ka zbuluar përfshirjen e Zejnullah Gashit në një rast të madh penal, që lidhet me një biznesmen të fuqishëm. Historia nis me një tender prej 8.4 milion eurosh. Ministria e Mbrojtjes kërkonte furnizimin me ushqim për Forcën e Sigurisë së Kosovës, ndërsa tenderin e fitoi Benidona, kompania e biznesmenes Ragip Mustafa, të njohur gjerësisht në publikun me nofkën Ragip Zhava. Por më pas, policia e Kosovës nisi një hetim. Hetuesit dyshonin se në procedurën e tenderimit ishin përdorur certifikata ESO të falsifikuara. Pas 3 vitesh hetime, Task Forca kundër korrupsion e finalizoi rastin me kallëzim penal. Fillimisht rastin e kishte trajtuar prokurorja Merushe Lugiqi, por në fund të vitit 2021 asaj i u hoq lënda. Sipas një raporti të Task Forcës, Lugiqi u kishte thënë hetuesve se kishte presion për këtë rast nga eprorët e saj. Një nga këta epror ishte Zejnullah Gashi. Lënda përfundoi në duart e tij. Më 24 mars 2022, Zejnullah Gashi nxori akt vendim për hutjen e kallëzimit penal ndaj Ragip Mustafës. Gashi konstatoi se nuk ekzistonte dyshim i bazuar se Mustafa kishte kryer veprat penale për të cilat dyshohej, por Task Forca kundër korrupsion kishte arritur në një përfundim tjetër. Hetuesit thoshin se kishin prova se biznesmeni Ragip Mustafa ishte në dieni për falsifikimin e certifikatave. Në një raport informues të cilën i apërcallën ushtruesit të detyrës kryeprokurorit Besim Kelmendi, hetuesit thoshin se prokurori Gashi kishte shpërfillur provën kryesore të rastit. Deklaratën e përfaqësuesit të një kompanie gjermane që konfirmonte se certifikatat e prezantuara nga Ragip Mustafa ishin falsifikuar. Në raportin e hetuesve thuhej se në kohën kur Gashi mbylli rastin, ai jetonte në një banesë të cilën e ka ndërtuar kompania Benidona. Në raportin e hetuesve thuhet se banesa ishte regjistruar në emër të djalit të tezës së Gashit, por Gashi jetonte aty. Lënda u delegua nën prokurorinë e Ferizajit. Kësaj here, objekti i hetimit nuk ishte më Ragip Mustafa, ishte Zejnullah Gashi, prokurori që kishte mbyllur rastin ndaj biznesmenit, tani po hetoi për konflikt interesi. Por edhe ky hetim përfundoi me 10 nëntor të vitit 2022, pasi prokurorja Sebahate Sinani e mbylli rastin. Në akt vendim thuhej se nuk ishte prova që vërtetonin dyshim të arsyeshëm për konflikt interesi. Megjithatë, sipas dosjes së siguruar nga paparazzi, hetimi nuk sqaroi disa pyetje themelore rreth banesës. Kush e bleu? Kush e pagoi? Kur u pagua? Pse ishte në emër të familjarit? Tërkaq dosja përfundoi. Ragip Mustafa nuk u ndoq penalisht për atë rast. Hetimi ndaj Zejnullah Gashit përfundoi pa e sqaruar plotësisht rrethanën e banesës, por historia nuk përfundoi aty. Sot, Zejnullah Gashi është kryeprokuror i shtetit, në krye të institucionit që duhet të garantojë ndjekjen e krimit, qëndron sot një prokuror i cili jeton në banesën e një oligarku, të cilën e shpëtoi nga burgu.